Zoti Gashi, mirë se erdhët në intervistën për kryeprokuror të shtetit. Unë jam Marian Gashi, kryesuesi i panelit vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Në anën time të djathtë kam antarin jo prokuror të panelit vlerësues zotin Visar Krasniqi, ndërsa në anën time të majt është antarja prokurore e panelit vlerësues zonja Elza Bajrami Kastrati. Ju me mollin e datës 24 qershor 2026, konform rregullores numër 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, jeni njoftuar me përbërmjen e komisionit, këtij paneli që keni sot këtu përpara, dhe po ashtu edhe me mundësinë e paraqitjes së kundërshtimit rreth kësaj përbërmje, ku ju nuk keni paraqitur kundërshtim rreth kësaj përbërmje. Ju njoftojmë se intervista juaj do të monitorohet edhe nga këtu përfaqësuesi që kemi në cilësinë e monitoruesit, duke filluar nga zyra e Euleksit e akredituar këtu në Kosovë, pastaj nga zyra e Bashkimit Evropian që gjendet këtu në Kosovë, pastaj nga OSB-ja kishim deri më tani, nuk e di nëse do të jetë ajo këtu për shkak se vetëm doli, meqense se kishte një urgjencë. Pashtu kemi edhe gazetar, pastaj kemi përfaqësues nga shoqëria civile, si dhe përfaqësues nga administrata jonë e Këshillit Prokuroral të Kosovës që do të na mbështesin në realizimin e kësaj interviste. I nderuar zoti Gashi, ju njoftojmë se intervista regjistrohet me video dhe audio ingjizim, ku jemi te video dhe audio ingjizimi, po ashtu ju njoftojmë se menjëherë pas përfundimit të këtij procesi, e njëjta edhe do të publikohet. Dhe kjo intervistë gjatë nga 45 minuta deri në 60, gjithashtu para vetes keni edhe një fletë të zbrazët dhe një laps nëse ju duhet për me mbajtur shënimin, nëse ju duhet të fleta tjera do t'ju sjellim. Ndihuni qetë gjatë gjithë intervistës, nëse nuk e kuptoni pyetjen, mund të kërkoni nga unë, nga anëtarët e panelit që ta përsërisim atë. Gjithë anëtarët e panelit vlerësues do t'ju drejtojnë pyetje bazuar në kriteret e përgjithshme të dokumentimit, duke filluar nga koncept dokumenti, prezantimi i tij, integriteti, aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale, si dhe njëritë profesionale dhe teknike, dhe eventualisht ndonjë pyetje shtesë, varësisht nga përgjigjja juaj. Andaj, i lut edhe anëtarët e panelit vlerësues që pyetjet të cilat i parashtrojnë të jenë konkrete, ndërsa përgjigjet e juaja të cilat i jepni të jenë të qarta. Nga secili kriter panelit do të parashtrojë nga 3 pyetje, përveç te kriteri koncept dokumenti dhe prezantimi i tij, ku secili antar i panelit do të parashtrojë nga një pyetje, që në total pra janë 3, ndërsa në kategorinë e integritetit janë 3 pyetje që do të paraqiten nga kolegu këtu antari Visar Krasniqi, nga kriteri aftësive udhëhecëse dhe menaxheriale unë do të parashtroj 3 pyetje, dhe në fund nga kriteri njërive profesionale dhe teknike, zonja Elza Bajrami do t'i parashtron 3 pyetje. Nëse jeni gatshëm, a mund të fillojmë? Okej, atëherë faleminderit që jeni ardhur. Do të fillojmë me pyetjen e parë, që do ta parashtroj unë. A mund të na prezantoni si fillim pra veten tuaj dhe ta paraqitni motivin tuaj për të aplikuar në pozitën e kryeprokurorit të shtetit? Shtypni. Faleminderit, atëherë përshëndetje për komisionin, përshëndetje edhe për gjithë pranishmit, faleminderit për mundësinë. Atëherë unë jam Zenullah Gashi, jem kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Sa i përket përvojës, unë fillimisht kam filluar punën në Policinë e Kosovës si hetues policor. Pastaj kam vazhduar punën në Policinë e Kosovës si shef i krimeve ekonomike dhe korrupsionit në nivel të regionit Prizrenit. 5 vitet e fundit, domethënë 2000-2010 kam qenë në Policinë e Kosovës. Pastaj 2010 jam dekretuar gjyqtar të gjykatën themelore në Prizren, për 5 vite kam qenë gjyqtar. Jam dekretuar në 2015 si prokuror në Prokurinë Themelore në Prizren. Pastaj kam arritur që të marr votat e prokurorëve të Prizrenit dhe të zgjedhem antar i Këshillit Prokurorat të Kosovës, ku kam shërbyer dikun rreth 5 viteve. Pastaj jam transferuar në Prokurinë Themelore në Prishtinë, fillimisht si prokurore, pastaj edhe si shef i krimeve të rënda në Prishtinë. Harrova të them se në Prizren kam qenë edhe zëvendës kryeprokuror i Prokurisë Themelore të Prizrenit. Pastaj pasi kam qenë shef i krimeve të rënda të Prokurisë Themelore të Prishtinës, jam zgjedhur nga Këshilli Prokurorar i Kosovës, pastaj si kryeprokuror i Prishtinës, ku edhe tani ushtoj këtë pozitë.
sa i përket motivit, faleminderit. Duke qenë se këtë përvojë 26 vjeçare, do të thonë burimi i motivit tim është përvoja 26 vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe atë sigurisë. Fillimisht gjatë karrierës time, gjatë rrugtimit tim në karrierë kam pas disa funksione, siç e përmenda edhe etus kam qenë gjatë kohës kur kam qenë etus policor, kam trajtuar shumë raste në nivel të regionit Prizrenit. Me mia kallëzime penale kam ngritur dhe në atë kohë më kujtohet shumë mirë se pas një pune të suksesshme profesionale që kemi arritur të arrestojmë disa dhjetra të persona zyrtare në komunën e Prizrenit, mesin e tyre kanë qenë edhe të cilët janë ngrit kallëzim penal nga ana ime, edhe gjatë menaxhimit tim edhe 4 gjyqtarë në regionin e Prizrenit. Pas përfundimit si gjyqtar po flas, kam qenë i angazhuar në trup gjykues me gjyqtarët e Uleksit dhe kam gjykuar vepra të krimit të organizuar diku për 3 vite. Ka qenë një përvojë jashtëzakonshme në atë kohë, për shkak se përvojë e re si trup gjykues bashkëpunim me profesionista nga Uleksi. Pastaj edhe si jam dekretuar prokuror edhe njëkohësisht edhe zëvendës kryeprokuror në Prizren dhe antar i Këshillit Prokurorit të Kosovës. Si antar i Këshillit Prokurorit të Kosovës kam qenë njëkohësisht edhe kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa. Po ashtu kam qenë edhe kryetari i Komisionit për çështje normative për 2 vite dhe më kujtohet në atë kohë se kam për herë të parë kam aplikuar dëgjimin publik sa i përket rregullorëve të cilën në atë kohë janë vlerësuar shumë lart nga partnerë ndërkombëtar dhe vendor. Pastaj kam marrë pjesë edhe sa i përket aspektit buxhetor, kam marrë pjesë në planifikime buxhetore, në konsultim edhe koordinim edhe me aktorë të tjerë, të cilët pastaj ajo përvoja ime ka qenë disa vjeçare më ka shërbyer në karrierë. Si shef i krimeve ekonomike, si prokuror, pastaj si shef i krimeve ekonomike, kam trajtuar shumë raste të edhe zyrtar të lartë kam hetuar dhe bile disa dhe kanë marrë edhe epilog sa i përket aktgjykimit të denus. Kjo është përvoja ime dhe tani më si kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prishtinës. Mund të them se si kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, me qenë se në Prokurinë e Prishtinës nuk ka qenë një gjendje, një frymë e mirë e bashkëpunimit të rezultateve në punë edhe për shkak kritikave edhe nga partnerët ndërkombëtar dhe vendor sa i përket pavarësisë edhe integritetit në prokurinë tonë, kam arritur që brenda një periudhe shumë të shkurtë në Prokurinë e Prishtinës të ndërtoj një kulturë dhe bashkëpunim të ndërsjellë në gjithë prokurorinë. Si rezultat të këtij bashkëpunimi dhe sigurie juridike të cilët i kam dhënë prokuror në Prokurinë Themelore të Prishtinës, kemi arritur që të kemë rezultate konkrete në punë. Ju e dini se kemi pas raste të vrasjeve, të disa vrasje makabre të cilët fillimisht nuk kemi pas asnjë provë, mirë po pas angazhimit maksimal në menaxhimin tim me prokurorët, kemi arritur që ato raste të zbulohen dhe bile të marrin dënimin kapital me dënim përjetshëm. Në menaxhimin tim kemi arritur që të kemi sukses edhe në vepra penale të natyrës korrupsionit. Vetëm në këtë periudhë kohore 2025 kemi arritur të arrestojmë, ndalojmë shumë zyrtar, edhe të komunës Prishtinës, po edhe nivel të ministrive përkatëse,
Pastaj kemi suksese të jashtëzakonshme edhe sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit, dikundër vetëm njësiti kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit në menaxhimin tim kemi arritur të sekuestrojmë rreth 20 milion prona apo prona të fituar me vepra penale, e të cilat i kemi edhe në netime, kemi edhe disa raste në netime që konsideroj se në vitet në vazhdim rezultati i këtyre netime ka me sjell disa qindra miliona sa i përket sekuestrimit edhe përfitimit në ato vepra penale. Nuk du më lëshu në detaje në ato raste, mirë po në menaxhimin tim kemi arritur që të 4 fishohen marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë dhe 2 fishohen rasteve me ndërmjetësim, procedura alternative, dhe fal bashkëpunimit që kemi pas me gjykatën edhe diskutime dhe rreth politikës ndëshkimore, kemi arrit që palët pastaj, me qenë se gjykata pas kolegiume të mbajtura ka ndryshu politikën ndëshkimore, atëherë palët kanë ardhur dhe kanë kërkuar që të hyjnë në marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, edhe si rezultat të këtij bashkëpunimi apo këtij menaxhimi, pastaj kemi arritur që të 4 fishohen marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë. Dua të theksoj edhe një fakt se në menaxhimin tim dhe trajtimit në mënyrë profesionale, një rast i rrëmbimit i trajtuar në mënyrë profesionale edhe së bashku me prokurorin, ka kalu gjitha rasti rrëmbimit, ka kalu gjitha fazat e hetimit të ndjekjes pastaj edhe gjykimit, dhe epilogu i së cilës ka qenë aktgjykimi dënues, dhe është evidentuar, po ky rast ka qenë i konstatuar edhe në raportin e progresit Bashkimit Evropian, dikun të faqja e 38 atje, përmendet për suksesin, menaxhimin dhe profesionalizmin e treguar të prokurisë tonë sa përket trajtimit këtij rasti. Këto janë disa nga sukseset, përvoje në menaxhimin tim profesional, duke qenë se jam edhe kryeprokurori i prokurisë themelore të Prishtinës. Një prokurori e cila i ka dikon rreth 50 prokuror, patjetër se është një rrjedhë dhe logjike që synoj edhe pozitën e kryeprokurorit. Faleminderit. Më falë. Funksionon kjo teknika jonë, do të njëri ta mbyll tjetri për ta hap. Faleminderit për dhënien e gjitha këtyre informacioneve. Tani pyetjen e radhës rreth koncept dokumentet e bën të thot kolegu Visar. Urdhno Visar, fjala për ju. Fal. Faleminderit kryesues, suksese për kohën e intervistë. Pyetja e radhës rreth koncept dokumentit është kjo. A mund të bëni një prezantim të shkurtër të koncept dokumentit në fokus objektivat kryesore në mandatin tuaj 7 vjeçar? Do të thotë, ne kemi përpara koncept dokumentin, por objektivat kryesore që ju i keni i paraqit. Faleminderit për pyetjen e nderuar. Kandidimi im patjetër se ashtu që si e thash edhe në prezantimin tim, fillimisht bazohet kryesisht në përvojën e gjatë që kam në sistemin e drejtësisë dhe sigurisë në nivel. Për arsye se siç e përmenda, kam kaluar gjitha fazat, nga faza e hetimit deri te faza e ndjekjes e pastaj edhe gjykimit edhe menaxhimit institucional krejt në fund. Dhe kjo përvojë e imja, siç e thash, i ka dhënë kuptim edhe përgjigjes rreth sfidave apo të kuptuarit të sfidave reale të tërë sistemit prokurorit. Ndërtimin e koncept dokumentit tim e kam bazuar në 3 drejtime. E para është përvoja ime personale, profesionale, që lidhet me
nivelet përvojës time në nivelet e sistemit drejtësisë. Drejtimi dytë ndërlidhet me përvojën time menaxheriale. Si kryeprokuror i Prokurisë Themelore të Prishtinës, zëvendës kryeprokuror, pastaj antar i Këshillit, në kuadër të antarët të Këshillit, pastaj edhe kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe kryetari i Komisionit për Çështje Normative. Dhe e treta janë raportet ndërkombëtare dhe vendore për nevojën e rritjes së efikasitetit, pavarësisë dhe rezultateve konkrete në luftën kundër kriminalitetit në përgjithësi. Kjo është përmbledhja e konceptit tim, sa i përket rolit të kryeprokurorit. Konsideroj se roli i kryeprokurorit është funksioni më i lartë menaxherial. Është funksioni i udhëheqës më i lartë menaxherial i tërë sistemit prokurorat të Kosovës. Gjithmonë i kujdesshëm që në rast të vendimeve të tija, si kryeprokurorit, nga pozicioni i kryeprokurorit, asnjëherë të mos ndërhyjë në pavarësinë funksionale të prokurorit në rastin konkret. Sa i përket prioriteteve, prioriteti kryesor i imi është lufta kundër korrupsionit, kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pastaj veprave penale të krimit kibernetik, trafikimit me qenie njerëzore, dhunës familje dhe veprave të tjera ordinere, siç është ajo që lidhet me sulme seksuale, këto janë prioritetet. Ndërsa, sa i përket vizionit tim, vizioni im për prokurorin e shtetit është që të transformohet në institucion modern dhe mbi bazën e pavarësisë, mbi bazën e efikasitetit, profesionalizmit dhe rezultateve konkrete në punë, si rikthimi besimit të qytetarëve sa i përket luftës kundër krimit ekonomik, veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo janë disa nga vizioni sa i përket të cilën kam paraqitur në koncept dokument. Ndërsa sa i përket vizioni im, po ashtu është i ndërtuar në disa shtylla. Shtylla e parë është menaxhimi institucional, që nënkupton menaxhimi institucional dhe forcimi i zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Mekanizëm i cili do të merret me standardizimin e praktikave uniforme për tërë sistemin prokuror. Kjo zyre synoj që kjo zyre të jetë në përbërje të prokurorëve eminent, më eminent, me përvojë profesional, përkushtuar në punë. Kjo është synimi që në tarmën zyra e prokurorit shtetit të jetë zyrë me këtë përbërje të prokurorëve. Shtylla e dytë është menaxhimi i dhënave apo sistemi SMIL-it, i cili identifikon rastet e vjetra, pastaj rastet të tjera dhe rastet të tjera të cilët janë ku secili prokuror në mënyrë individuale vlerësohet apo evidentohen në gjitha ato të dhëna, dhe po ashtu synoj që të zgjerohen kapacitetet e SMIL-it. Kuptohet, kjo bëhet në bashkëpunim me Këshillin e Prokurorit të Kosovës, që një zgjerim i kapaciteteve të sistemit SMIL-it ka të bëjë me fillimisht me artografin e vepra penale specifike në regionet caktuara, pastaj sinjalizimi i sistemit sa i përket
rasteve ku rrezikohet parashkrimi i atyne veprave penale. Pastaj është skadimi i afatit të hetimeve. Pastaj është sinjalizimi sa i përket seancave të cilët janë të shumta, të cilat është i pranishëm dështimi atyre seancave, nëse sinjalizohen me kohë te prokurorë të cilët për shkak ngarkesës madhe, edhe ato seanca nganjëherë te kalojnë edhe ka mungesë në seancat prokurorë, sidomos në regionin e Prishtinës. Që do të thotë se investimi në zgjerimin e këto kapacitet i eviton këto defekte të cilët ekzistojnë. Te shtylla e tretë, që është në kuadër të zyrës së prokurorit të shtetit, është forcimi apo sa i përket rritjes së cilësisë. Mekanizëm i krijuar brenda zyrës së prokurorit të shtetit sa i përket ngritjes së cilësisë, që nënkupton se ky mekanizëm do ta ketë përgjegjësinë e skanimit gjendjes sa i përket aktakuzave, sidomos aktakuzave të cilët dështojnë ato janë që lidhen me veprat penale të korrupsionit, dhe ky mekanizëm me përvojën e tij, përmes rekomandimeve, këshillave që do të jep, përmes kolegiumeve dhe ligjëratave të tjera, do të ndikojë drejt për drejt në cilësinë e aktakuzave të cilët shpeshherë apo shumë kritikohemi nga partnerët ndërkombëtar dhe vendor, sidomos nga organizatat kredibile që e monitorojnë në vazhdimsi sistemin e drejtësisë. Ndërsa te shtylla e 4, po ashtu do të krijohet një mekanizëm sa i përket integritetit institucional, duke evidentuar të gjitha rastet në nivel të prokurive themelore, duke evidentuar të gjitha ato raste, ato ndërhyre nga jashtë, ato sulme, të cilët mund të ndikojnë drejt për drejt në pavarësinë e prokurorëve, ky mekanizëm do të shqyrtojë këto raste dhe konform rezultateve të cilët dalin nga kjo analizë, pastaj ato do të reagohet në mënyra të ndryshme, gjithmonë të kujdesshëm që të mos interferohet apo ndërhyet në pavarësinë funksionale të prokurorëve. Domethënë, kjo do të thotë se kryeprokurori do të jetë garantues i ligjshmërisë së vendimeve në kuadër të gjithë sistemit prokuror. Sa i përket vetëm edhe këtë në fund, më falë kryesues, sa i përket bashkëpunimit, vetëm edhe 2 fjalë kam, bashkëpunimit ndërinstitucional. Ky bashkëpunim është i natyrshëm me Këshillin Prokuroral të Kosovës, duke qenë se me ligjin mbi Këshillin Prokuroral të Kosovës, kryeprokurori do të jetë edhe antar i Këshillit Prokuroral të Kosovës, me qenë se edhe më parë kam qenë antar për 5 vite i Këshillit Prokuroral të Kosovës, unë mendoj se do të jap kontributin maksimal sa i përket përfaqësimit të prokurorëve apo kërkesave që vijnë nga kryeprokurorët, sa i përket aspektit infrastrukturor dhe sa i përket aspektit të kapaciteteve në prokuror, për shkak se është Këshilli është kompetent për rekrutimin e atyre e plotësimit të atyre nevojave, dhe unë do të jem zëri i tyre në Këshillin Prokuroral të Kosovës. Sa i përket bashkëpunimit me gjykatë, tregova se një bashkëpunim me gjykatën kemi arritur të arrisje numrin e marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë, domethënë është një bashkëpunim i domosdoshëm, po ashtu edhe me Policinë e Kosovës bashkëpunimi duhet është i domosdoshëm për shkak të bashkëpunimit ditor me ta që e kem. Mirë po edhe atje kem të lashte sa i përket
kapaciteteve, për shkak përderisa na krijojmë task force-a për ndjekjen apo hetimin e rasteve që lidhen me korrupsionin, nuk e kemi pas mbështetjen në raste të caktuara të task force-ave me policinë për shkak të numrit të vogël të hetuesve që ata i kanë edhe të cilët duhet me diskutu. Sa i përket bashkëpunimit me shoqërinë civile, kret në fund, unë mendoj se bashkëpunimi duhet të intensifikohet edhe më shumë, për arsye se organizatat nga shoqëria civile që e monitorojnë sistemin e drejtësisë, unë kam qenë dëshmitar të analizimit të atyre raporteve dhe konstatimet apo evidentimet që vinë nga ato raporte janë jashtëzakonisht të dobishme sa i përket planifikimit punës apo planeve strategjike që ne do t'i ndërtojmë së bashku me kryeprokurorët e nivelit. E ajo të bëhet përmes kolegiumeve të caktuara, si dhe kretë fund, do të organizohet në aspektin e takimeve periodike, takime me shoqërinë civile, me media dhe me partnerë ndërkombëtar. Domethënë, në mënyrë të vazhdueshme do diskutohen me dhëna konkrete përmes informatave që i marrin nga sistemi SMIL, edhe dhënave tjera, do diskutohen sfidat edhe gjithë të lashtet që i kemë sa i përket sistemit. Kjo do të bëhet në mënyrë periodike, kjo është zotimi im që do të ndodhë në Faleminderit për gjitha këto informacione që na dhe. Pyetjen e radhës nga kjo kategori do ta parashtroj kolega jon Elza. Urdhër Elza. Fjala për ju. Faleminderit kryesues, atëherë fillimisht suksese. Në bazë të vizionit tuaj të paraqitur në koncept dokument, cilat do të ishin disa nga veprimet e para që do të ndërmarrni si kryeprokuror i shtetit? Faleminderit për pyetjen. Nga këndvështrimi, nëse më besohet pozita kryeprokurorit të shtetit, hapi i parë i domosdoshëm është skanimi i gjendjes tërësishme dhe krijimi një pakete institucionale sa i përket lëndëve të vjetra, identifikimit të lëndëve të vjetra, pastaj problemeve që vjen me problemeve që kemë sa përket kapaciteteve që e përmenda me SMIL, pandaj lëndëve të identifikimin apo raportimi i kryeprokurorëve sa përket sfidave që ata i kanë, domethënë veprimi i dytë është. Këto janë disa nga veprime, pastaj krijimi i, siç e përmenda edhe më herët, krijimi i mekanizmave brenda Këshillit Prokuror të Kosovës që pas skanimit të gjendjes përgjithshme, pas identifikimit të lëndëve të vjetra, pas identifikimit të lëndëve të cilët janë me interes të lartë për publikun, pasi të evidentohen të lëndë, skanohet gjendja, pastaj ky mekanizëm i ndërtuar nga ana e zyrës së kryeprokurorit të shtetit do të merret me këshilla specifike dhe standardizim të atyre praktikave dhe do dalim me rekomandime të qarta që përmes pasaj kolegiumeve të jepen nga ana e zyrës së kryeprokurorit të shtetit, si dhe domethënë pika prioriteti i tretë do të jetë kolegiumet. Pregaditja kolegiumeve do të jetë në nivelin më të lartë, mendoj, duke evidentuar sfidat dhe vendimet që do të merren në kolegiume. Do të jenë vendime të cilat ato vendime do të realizohen dhe secili vendim që merret do të pritet feedbacku sa i përket realizimit të atyre vendimeve që do të ndërmerren në kolegium. Për shkak se e kem përvojën që
janë diskutu në kolegiume, mirë po, ato diskutime, ato vendime, ajo vendim për një unifikim një praktike caktuar, pastaj nuk është përcjell te prokurit përkatëse, ose nuk është realizuar dhe nuk është pritur feedbacku për rezultatet të cilët janë arrit. Tani do të presim feedbackun e tyre dhe pregaditja e kolegiune dhe të jetë nivelin më të lartë. Dhe kjo të ndodhë në 100 ditën e parë. Faleminderit. Atëherë do të ecim tutje, për shkak se edhe koha po na ecën. Vazhdojmë me pyetjen nga pjesa e integritetit. Urdhër Vesa, fjala për ju. Pyetja sa i përket pjesës integritetit është pyetje standarde për gjithë kandidatë dhe derivan nga uzuesi për panelin dhe është kështu, a ka ndonjë gjë në jetën tuaj personale apo profesionale, qoftë edhe nga kaluara apo sipas njohurive tuaja, a është dikush nga familja juaj, miq tuaj, që nëse do të bëhen njohur për publikun e gjerë, mund t'ju sjell ju apo sistemi prokurorial në një situatë mos respektimit ose të vërnë në dyshim integritetin, autoritetin dhe apo qëndrimin tuaj si prokuror? Them me përgjithësit po plot para komisionit edhe para të pranishve këtu, që asnjëherë në jetën time, as unë, as familja ime nuk kemi rënë ndesh ku do të cenohet integriteti, jo vetëm personal, po edhe institucional. Në asnjë rast nuk kemi pas. Ne jemi qenie njerëzore dhe mundim edhe me gabu, mirë po, fatin e kom pas që nuk kom pas ndonjë rast që e vën në dyshim integritetin tim. Faleminderit. Pyetja e dytë thotë, cilat i konsiderani rreziqet kryesore që cenojnë integritetin e sistemit prokurorial në Kosovë dhe cilat sipas jush janë dobësitë aktuale të mekanizmave për parandalimin e kësaj çështje dhe adresimin e tyre? A ki çort pyetje? Fale. Sipas këndvështrimit të edhe të paraqitur edhe në koncept dokumentin tim, konflikti i interesit është i parë që mund të cenoj integritetin, pastaj është ndërhyrjet nga jashtë, ndikimet politike, pastaj janë sjelljet e papranueshme apo që të kalojnë një situatë caktuar profesionale. Këto janë disa nga shkaktarët cilët e cenojnë integritetin profesional. Integriteti si term nuk është vetëm nuk është vetëm individual apo personal, mirë po gjithmonë duhet të jetë edhe standard institucional, të cilët secili prokuror duhet të ketë parasysh, ndërsa sa i përket më duket që ke pyetja edhe sa i përket dobësisë së mekanizmave të tanishëm. Unë mendoj se konsideroj se dobësitë e mekanizmave është mungesa e gjatë e kryeprokurorit në sistemi prokurorial. Ka qenë një handicap i theksu, për shkak se ajo mburoja kryesore e gjithë sistemi drejtësisë për shkak të kompetencave të tij, për ligjshmërinë e vendimeve edhe mbrojtjen e sistemit, jo vetëm sa i përket ndërhyrjeve nga jashtë, mirë po njëkohësisht mbron edhe palët, mbron edhe pavarësi në funksionale të prokurorit dhe ky mekanizëm që ka munguar që 4 vite, mund me thonë që ka qenë secila prokuri ka vepruar në mënyrën e vet, secila prokuri ka kriju praktika të ndryshme, të cilët kanë ndikuar negativisht në percepcionin apo në besimin e publikut të sistemi prokurorial, për arsye se një prokuri ka arrestuar në rastit caktuar për shembull të votimeve, prokuria tjetër nuk ka qenë një mekanizëm
që kanë të rast është Kryeprokurori i Shtetit që përmes rekomandimeve, këshillave, menaxhimit dhe koordinimit gjithë sistemit të ndikoj drejt për drejt që përmes kolegiumeve pastaj të krijon një praktik standarde uniforme për gjithë sistemin prokurorial Kosovë. Faleminderit shumë. Dhe pyetja e fundit nga pjesa e integritetit është nga provuja juaj. Çfarë mendoni ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimit në përputhje me standardet e integritetit personal? Dhe mundësisht na jap një shembull praktik. Falë vesh. Kem obligim, është obligim ligjor që se cili rast, ka mund si edhe njerë pyetje më falë, inderu. Nga provuja juaj, çfarë mendoni ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimin në përputhje me standardet e integritetit prokurorial? Mundësisht na japni një shembull praktik. Sa i përket shkeljeve ligjore, edhe sa i përket shkeljeve ligjore apo kodit etik, janë të përcaktuara në ligjin për disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe janë të përcaktuar qartë në ligj shkeljet, cilat raste mund të iniciohet procedurë disiplinore në rast se prokurori apo kryeprokurori bën një shkelje. Mirë po, ka raste të tilla, të cilës pavarësisht se nuk është e përcaktuar me ligj, edhe duket se nuk është shkelje ligjore, as kuptimin e ligjit, pas kuptimin e kodit etik, mirë po, në praktikë ndodh që prokurori duhet të rezervohet nga disa veprime të cilët mund të në sy të publikut apo në percepcionin e publikut do duket jo profesional apo do duket i njanshëm apo jo objektiv në trajtimin e një rasti caktuar. Më duket ka edhe shembulli. Një shembull mundet me qenë nëse një rast të caktuar në një çështje penale të caktuar, në një seancë gjyqësore, në një anë është prokurori, në anën tjetër është avokati i një shok i fëmijërisë prokurorit, e i cili mbroni palën e pandehur në këtë rast. Edhe në aspektin e shkeljes ligjore, nuk ka shkelje ligjore të zhvillohet ajo procedurë, mirë po në sy të publikut, me qëllim shmangjes së vendit në pozitë jo objektivitetit, prokurori duhet të rezervohet gjatë asaj kohe të mos bisedon, të mos takohet apo bisedon me avokatin, edhe pse ata mund me folë diçka tjetër krejt, mirë po në sy të publikut mund të duket si pamje që ai nuk është në objektiv në punën e vetë. Faleminderit. Vazhdojmë atëherë me pyetje tjera që kanë të bëjnë me pjesën e aftësisë udhëheqëse dhe menaxheriale, e cilat do t'i parashtrojnë. Nëse zgjidhni kryeprokurori i shtetit, cilat do të jenë 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit dhe si do ta matni suksesin e tyre? Keni qartë pyetjen? Veç shtyp ato. Pra, për 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit. A ka mundësi edhe njerë pyetjen se çtu fal pata. Pyetja ishte kjo. Do thonë nëse zgjidhni kryeprokurori i shtetit, cilat janë 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit tuaj? Dhe si do ta matni suksesin e tyre? Prioriteti i parë, ndër prioritetet e para në mandatin e parë fillestar, në vitin e parë, prioriteti i parë është lufta kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit, veprave penale të kundër krimit të organizuar, pastaj veprat penale
të trafikut me qenie njerëzore, dhuna në familje, pastaj do të kujdesem sa përket sekuestrimit dhe konfiskimit dhe jo vetëm në rastet e natyrës korruptive dhe keqpërdorimi detyrës zyrtare, për shkak se është bërë edhe për praktik, mirë po në të gjitha rastet ku elementi i veprës penale është përfitimi material, çdo herë duhet të ketë hetime financiare krahas hetimit penal të cilët ndodh. Andaj mendoj se hapi parë, prioriteti i parë është sa i përket trajtimi këtyre rasteve, ndërsa prioritet tjetër do të jetë, siç e ceka dhe më lart, krijimi i mekanizmit që do të jetë brenda Këshillit Prokurorit të Kosovës. E ai është ngritja e cilësisë që bëhet përmes analizës së aktakuzave dhe aktakuzave të cilët nuk kalojnë në gjykatë. Aktakuzat të cilët përfundojnë me aktgjykim lirus, refuzus, pushimi i hetimeve, hudhja e kallëzimeve penale dhe në këtë rast përmes rekomandimeve apo përmes këshillave pastaj apo standardizimit të veprimeve, analiza do të jetë nga fillimi i hetimit deri te marrja provave materiale, pastaj përpilimi i aktakuzave, arsyetimi i aktakuzave në mënyrë që pastaj aktakuzat të kenë epilog shumë më të mirë se tani, për shkak se tani për tani është një përqindje jashtëzakonisht e ulët e atyre që kalojnë, edhe pse në Prokurinë e Prishtinës, në njësitin ku unë kam menaxhuar njësitin ku tani jam kryeprokuror, niveli i aktakuzave është arrit nga 40 në 80%. Kështu që unë mendoj se me eksperiencën që unë kam në këtë natyrë këtyre veprave penale, do të kontriboj që në kuadër këtij mekanizmi të zyres kryeprokurorit të shtetit të dalim me qëndrime gjithmonë të kujdesshëm që të mos interferojmë në vendime në pavarësinë e prokurorëve dhe bindjen e tyre në raste konkrete, mirë po kjo do të bëhet në formën e këshillave parimore përmes kolegiumeve që do të jepen edhe ligjëratave që do të ndërmerren. Si dhe prioritet tjetër është ajo që përmenda më herët, është fuqizimi i kapaciteteve të SMIL-it dhe zgjerimi i kapaciteteve sa i përket atyre që përmenda më herët, evidentimeve landeve të vjetra dhe sinjalizimit të rasteve të parashkrimit në mënyrë që të kemë të dhëna të sakta të performancës individuale të prokurorëve në rastin konkret. Faleminderit. Nëse nga raportet e brendshme do të rezultonte se disa prokurori kanë performancë më të ulët në krahasim me disa prokurori të tjera për një periudhë kohore, cilat masa menaxheriale do të ndërmerrnit për të adresuar situatën duke ruajtur pavarësinë funksionale të prokurorëve? Me qenë se sipas ligjit mbi Këshillin Prokurorit të Kosovës, kryeprokurori do të jetë edhe antar i Këshillit Prokurorit sipas detyrës zyrtare. Mendoj se nëse ka raste të tilla që vijnë nga, nëse është në aspektin operativ, patjetër se përmes këshillave, takimeve të përditshme, evidentimeve të problemeve, ajo nëse është aspekt operativ në rregull. Nëse nuk është, po është aspekt infrastrukturor apo mungesë e kuadrëve, atëherë patjetër se meqenëse është kompetencë e Këshillit bashkë me Këshillin përmes kërkesave legjitime ose
nëse është rasti shumë emergjent, përmes transfereve prej një prokurori në prokurorin tjetër, do të plotësohet apo do të intervenohet në atë prokurori, por ndryshe nëse edhe pas këtyre tentativa për përmirësimin e gjendjes nuk ka përmirësim, atëherë patjetër se do të kërkoj llogari nga kryeprokurori për situatën e krijuar. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit nga kjo pjesë, para se të kaloj te kolegja Els, nëse gjatë mandatit tuaj ndodh një rast me interes të lartë publik që shoqërohet me kritika ndaj sistemit prokurorial dhe humbje të besimit të publikut, si do ta udhëheqni institucionin në atë situatë dhe cilat do të ishin veprimet tuaja të para? Te këto raste që ka mungu për disa vite, secila prokurori ka reaguar në mënyrën e vet, mirë po sulmet kanë qenë të tilla saqë kanë ndikuar drejt për drejt në integritetin e sistemit. Edhe muj me thonë lirisht se ka një besim tull qytetarëve për shkak sulmeve edhe mos arsyetimit të sistemit për një veprim të caktuar, edhe pse shumë raste kem kur prokurori kryen punën në mënyrë profesionale me dignitet, përfaqëson edhe landën edhe sulmohet në mënyrë jo drejt. Dhe ky mekanizëm që do të ndërtohet brenda zyrës së kryeprokurorit të shtetit, do të merret përsa i përket rasteve të tilla, do të merret ekskluzivisht që do të analizohet në tërësi ky sulm apo tendencë apo pretendim që mund të vjen, që mund të ketë edhe relevancë, atër kryeprokurori i shtetit bashkëpunim me këtë mekanizëm do të analizon veprimin konkret, të rastit konkret, edhe mbi bazën e rezultateve do të dalin me reagime konform dispozitave ligjore, duke mbrojtur gjithmonë pavarësinë e prokurorit dhe dignitetin e tij në trajtim. Mirë po, gjithmonë duke pas parasysh çdo herë që të mos cenojmë integritetin e hetimeve. Kjo është reagimi që duhet me ardhë, mirë po, edhe nëse, e them edhe të kundërtën, nëse ndodh që pretendimi që vjen nga jashtë, nga një medium i caktuar, por nga një organizatë civile, ka relevancë, patjetër se do të merren masa ndaj prokurorit apo kryeprokurorit të asaj kryeprokurorie. Edhe masat do të jenë normal disiplinimi i tyre përmes iniciimit procedurës disiplinore dhe nuk do të ketë pardon për raste të tilla. Mirë po, nëse ka të drejtë prokurori, patjetër se reagimi duhet me qenë shumë përmbajtësor, i kujdesshëm dhe të mbrohet sistemi prokurorial edhe nga këto sulme të jashtme. Deri të mbarova me pjesën e pyetjes mia, tani radhën po i kaloj Elzës, kjo do t'i parashtroj disa pyetje që kanë bëjnë me njohuritë profesionale dhe teknike. Urno Elza, fjala për ju. Faleminderit kryesus. Atëherë pyetja e parë nga kjo pjesë. Si kryeprokurori i shtetit, çfarë masash konkrete do të ndërmarrnit për të siguruar që të gjitha prokurorit në Republikën e Kosovës të respektojnë standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit gjatë ndjekjes penale, veçanërisht në rastet e ndalimit dhe paraburgimit në njërin anë dhe parimin e prezumimit të pafajësisë në anën tjetër? Faleminderit për pyetjen. Legjislacioni jon i Republikës Kosovës ka të inkorporuar konventat ndërkombëtare, madje kushtetuta jon në 22 ka të inkorporuar aktet si pjesë e aktit juridik edhe konventat ndërkombëtare me tekst veçantë edhe konventat ndërkombëtare për drejtat e njerëzit dhe madje në rast kolizionit të ligjeve përparësi në zbatimin e saj ka kjo konventa ndërkombëtare, konventa evropiane për drejtat e njerëzit. Madje edhe gjykata Strasburgut apo gjykata evropiane, e gjithë praktika e saj është harmonizuar me vendimet që nxjerr dhe gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës.
edhe konventa ndërkombëtare, neni 6 i konventës, në mënyrë decisive paraqet gjykim një proces të rregullt dhe po ashtu përmend dhe ne si prokurori kem obligim ligjor që me rastin e argumentimi mbi ndalimin edhe rasteve të tjera të vendimeve kërkesa për caktim paraburgimit të merren parasysh liritë dhe drejtat e njerëzit konform konventës ndërkombëtare për drejtat e njerëzit, ata nenin 6 i konventës. Sa i përket rasteve të paraburgimit, është e vërtetë se sipas raporteve të organizatave kredibile ndërkombëtare, po edhe vendore. Pastaj një raportit, nuk di sa është i sakt mirë, po një raport që vjen, më duket se kam lexuar që vjen nga Euleksi, përcakton, ka evidentuar se 37% të burgoseve, nivel të burgosët gjithë burgjeve të Kosovës, 37% janë të paraburgosur, ose me akt vendim mbi ndalimin, ose me caktim paraburgimit. Kështu këto shifra nuk janë shumë të larta, dhe patjetër se unë si kryeprokuror, nëse e marr besimin kuptohet, unë si kryeprokuror do të kujdesem që të respektohen lirit dhe drejtat e njerëzit dhe të pandehurit në rastin konkret. Për arsye se kemi vërejtë në momenti kur arrestohet, ndalohet dikush ose paraburgosur, shumë raste emri i tij del publik edhe një farë gjykimi publik bëhet, edhe këto veprime janë kundërshtim edhe me konventën ndërkombëtare, mirë po edhe me kodin e procedurës penale, dhe si kryeprokuror, në cilësinë e kryeprokurorit patjetër se do të ndërhyj përmes udhëzimeve të detyrueshme që raste të tilla të ndalohen, edhe pse çdo herë duhet të respektohet edhe raste specifike edhe duhet të kenë parasysh, mirë po gjithmonë duhet të ketë parasysh edhe se përket mos ndërhyrjes në pavarësinë funksionale, përmes këshillave dhe kolegiumeve do të trajtohen të gjithë të raste sa i përket numrit të lartë të paraburgimeve, dhe mendoj që mundën të evitohen edhe ky numër për shkak padive që po ndodhen dhe kostoja e padive që humbin për shkak këtyre rasteve, KXK-ja mbas raporteve që kem kuptuar, del se disa milione paguaj kompenzime për shkak të ndalimeve të faktikisht jo të lehtëshme. Pyetja e dytë, cili është vizioni juaj për zhvillimin e kapaciteteve të specializuara të sistemit prokurorial në fushat e korrupsionit të nivelit të lartë, krimit të organizuar, krimit kibernetik dhe konfiskimit të pasurisë? Dhe e dyta, si do ta shfrytëzonit dhe avanconit përdorimin e sistemit SMET për të rritur efikasitetin dhe transparencën në ndarjen e lëndëve dhe monitorimin në kohë reale të performancës së prokurorëve në gjithë vendin? Faleminderit për pyetjen. Duke marrë parasysh përvojën e gjatë sa i përket kësaj natyre të veprave penale, nga fillimi i hetimit deri te ndjekja, marrja e prova materiale, pastaj veprime tjera hetimore, dhe e kuptoj se hetimi i veprave penale të korrupsionit është duhet një prokuror të ketë qasje shumë dimensionale në mënyrë që ta ndërton një akt akuzë cilësore, dhe në këtë aspekt konsideroj se për shkak të përvojës gjatë që kam këtë vitet me 26 vjeçare që kam punuar në këtë natyrë të veprave penale, dhe me tekst veçantë në Prokurorinë e Prishtinës, një njësitin kundër krimit ekonomik, është një njësit
që është i krijuar me vendim Këshilli Prokuror Kosovës, edhe gjithmonë ka për shkak rezultateve të turta, gjithmonë ka pas tendencë të shurës të njësitje. Unë si kryeprokuror jam zëtuar para Këshillit edhe publikisht jam zëtuar se do ta ngris nivelin e cilësisë së rasteve në njësitin kundër krimeve ekonomike dhe brenda një afati shumë të shkurt, vetëm në vitin 2025 kemi arritur disa dhjetra të persona t'i arrestojmë dhe ndalojmë dhe kemi edhe epilog gjykim dënues për ato raste, edhe në nivel të komunës Prishtinës, po edhe zyrtar nga komuna Prishtinës, po edhe zyrtar nga ministrit përkatëse, e të cilët kanë qenë të lidhura me dyshuar bile të nacionalitetit edhe të tjerë, jo vetëm shqiptar, e të cilët si rezultati këtyne veprimeve, punëve të mirat që janë bo, në menaxhimin tim, për shkak se kam qenë shumë afër prokurorit, çdo veprimi hetimor që ata kanë bo, edhe për shkak të përvojës që kam pas, këshillat kanë pas jashtëzakonisht reflektim pozitiv, edhe kim pas rezultate, si që përmenda dhe më lartë, dikon 20 milionët, vetëm kemi pas sekuestrime, edhe konfiskimi mirë, po këto shifra jemi sigurt, për shkak se jem të trajtu dikon rreth 40 landë të kësaj natyre, kam kriju një task force për trajtimin e këtyre rasteve, dhe ky menaxhim i mirë që jam duke bën në këtë natyrë të vepra penale në regionin e Prishtinës, unë mendoj se do të jetë shembull edhe do ta zbatoj edhe në prokurori tjera, për arsye se nuk ka kuptim që prokurori tjera të mos kenë profilizim të caktuar, një prokuror të caktuar për sa i përket këtyre rasteve, siç është në Prishtina, ku janë profilizuar prokuror me njohuri specifike për trajtimin e këtyre rasteve, në të ardhmen synoj që edhe në prokurori tjera të ketë prokuror të profilizuar që merren në mënyrë adekuate me këtë natyrë të veprave penale, për shkak se kjo natyrë e veprave penale është pak delikate, është specifike, edhe nuk ka kuptim që një prokuror sot jetë me një seancë gjyqësore të dhunës familje e nesër të shkojnë në një rast krimit ekonomik, për shkak se është shumë më specifik, kërkon trajnim specifik, dhe normal që në bashkëpunim me Këshillin Prokuror të Kosovës do të synojmë që të ngritet niveli i trajnimeve dhe të profilizohen prokurorët jo vetëm në krim ekonomik dhe korrupsion, po dhe në krim kibernetik, edhe natyra tjera të veprave penale, që është ato që lidhen me narkotik edhe raste tjera ordinere. Pyetja e fundit, nëse gjatë mandatit tuaj paraqiten pretendime serioze për shkelje disiplinore ndaj një kryeprokurorit të një prokurorie, si do të siguroni zhvillimin e një procedure disiplinore të pavarur, të paanshme dhe transparente, duke ruajtur njëkohësisht integritetin dhe besimin e publikut në sistemin prokurorial? Shkelet disiplinore janë të përcaktuar në ligjin për shkelet disiplinore për prokuror dhe gjyqtar. Dhe baza dhe rregulloret e Këshillit që lidhen me ligjin për raste disiplinore, baza kryesore, baza themelore apo burimore është Kushtetuta e Republikës Kosovës, edhe atë në 109-110 përcakton qartë rastet kur prokurori shkarkohet, rastet kur bën shkelje të rëndë të detyrave zyrtare, dhe rastet të kur prokurori apo kryeprokurori kryen vepra penale me epilogi së cilës duhet të jetë patjetër aktgjykimi i plotfuqishëm. Kjo është baza ligjore. Ndërsa sa i përket pyetja tjetër, më fal. Pjesa e dytë, si do ta menaxhoni zhvillimin, si do të siguroni zhvillimin e një procedure disiplinore të pavarur, të paanshme dhe transparente, duke ruajtur njëkohësisht edhe besimin e publikut?
Po, atëherë, nëse është e përcaktuar, nëse si autoritet kompetent, si kryeprokuror, për shkak se në kompetencën time bin zyra kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorët e prokurorive përkatëse. Në raste të shkeljes së kodit etik, autoritet kompetent për iniciatimin procedurës zyrtare është kryeprokurori. Dhe procedura zhvillohet sipas ligjit në fuqi, procedura nuk ka karakter publik. Dhe për shkak të ruajtjes së dinjitetit të prokurorit apo kryeprokurorit, procedura zhvillohet në procedurë jo publike dhe gjithmonë duhet kujdesim që të ruhet dinjiteti i prokurorit. Mirë po, tendenca ime është që të mos krijohen atmosfera të tilla të ndëshkimit të prokurorëve, mirë po të krijohet atmosferë të tilla punës që të mos ndëshkohet prokurori për shkak se mund të dekurajohet për punën e vet, edhe si e tillë nuk është qëllimi jonë që të dekurajohet, po të stimulohet derisa bën një shkelje të rëndë detyrë zyrtare, atëherë patjetër se do të iniciohet procedurë disiplinore, edhe do të jetë përgjes. Faleminderit. Faleminderit për përgjigje, sepse jemi edhe në fund të kohës. Unë ju falenderoj për gjitha këto përgjigje, natyrisht që edhe pse jeni kandidati i fundit për sot, por prapse ashtu sikur se gjithë tjerët i komo rekomandu, ju rekomandoj edhe juve që këto të mos i komentoni me të tjerë derisa të dalim ne me rezultatet finale, dhe sepse kjo mund edhe ta dëmtoj pra konkurrencën tuaj. Ju falenderoj, jeni i lirë. Kaloni mirë.